Alhamdulillah alladhi akramna bil iman wa azzana bil islam wa ja'alana min ummati Muhammedin alayhi salatu wassalam. Falënderim të Allahut që na ndëroi me iman, na gjeti me islam dhe na bëri prej umetit të Muhamedit alayhi salam. Rrëfimi sotëm nuk përmendet në Kur'an, po surja Kaf lidhet me të. Thot pejgamberi sa men hafidha 10 ayat min awwal surati al-Kaf usima min ad-Dajjal. Thot kush mëson i memorizon 10 ajetet e para të surës Kaf mbrohet nga Dajjalli. Në rivajet tjetër për Imam Muslimit ka ardhur 10 ajetet e fundit. Shumë të sakta janë hadithet që i lidhin bashkë surën Kaf me Dajjallin. Edhe këto i ka përmend shumë Imam Muslimi. Imam Muslimi ka bërë kapitull ton edhe thuj se gjithë hadithet që kanë lidhje me Dajjallin i përmend ai. Që ata tek shumë dietar kur e bojnë atë vlerësimin e librave të hadithit, kapi tyre që e qesin Imam Muslimin para Imam Buhariut, për shkak stilistikës bukur që ka pasur dhe që ka punu mirë. Një përvrenje të ky hadith, që po pejgamberi sa kush i memorizon 10 ajetet e para ose 10 ajetet e fundit, pse ka ardhur shprehja hifdh, nuk ka ardhur shprehja me lexu, ka ardhur shprehja memorizimit. Për shkak se kjo sprova Dajjallit del papritur, edhe është domethënë që mundet me nxon jashtë dikon, mundet me nxon larg. E nëse nuk e ke me veti, shpejt mundesh me rënë sprovë. Domethënë më thon pejgamberi sa që memorizoj, që gjithmonë me kanë i gatshëm që kur do të nxan sprova ti me pas me veti mburojën. Dajjalli përmendet në mënyrë indirekte në surën An'am. Surja An'am është për atyre surë gjata e cila ka zbrit e tërë. Domethënë për shembull sura Bekare ka zbrit cupa po me disa vjet. Edhe këto surë tjera domethënë që në gjata kanë zbrit ashtu. Po surja An'am është për atyre surë gjata e cila ka zbrit e tëra pejgamberit e Islam. E përmend Allah xhelala thot hel yanzuruna illa an ta'tiyahul malaikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Thot a mos vall presin ata njerëz domon me ardh angjëjt me u shfaq atyre apo e presin Zotin tënd apo disa ajete të Zotit tënd. Tash pejgamberi sa kur ka bë tefsir kët ajet ka thonë që Dajjalli është domon për qëllim disa ajete të Zotit tënd. Edhe çështë ka komentuar pejgamberi sa. Dajjalli nuk përmendet në Kur'an, po ka ardhur sqarimi i tij në hadithet e pejgamberit sa. E ju dini mirë që pejgamberi sa nuk flet për mendjes tij, thot Allah xhelala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Thot e ky pejgamber nuk fol për mendjes tij, për hamendjes, po fol krejt veç për shpalljes. Pejgamberi sa thot "Utitul Qur'ana wa mithluhu ma'hu", thot më është jep Kur'ani edhe diçka ngjashme me të. Po në suneti i tij. Për këtë arsye kushdo që mohon suneti e pejgamberit sa ka mohu Kur'anin. Sepse Kur'ani çka po thot? Që ky pejgamber nuk fol për mendjes tina, do të thonë shpallje e qartë. Thot pejgamberi sallam, "Lan taqumu as-sa'atu hatta taraw qablaha 10 ayat." Thot nuk bëhet dita e gjykimit para se mi po ju 10 shenja. Do të thonë 10 shenja të mëdha. Shenjat e vogla ka dietar që kanë numëruar mbi 60. Kopit mëdha janë 10. E prit më të mëdha është sprova e Dajjallit. Thot pejgamberi sallam thot prej që shkriu dynjaja, prej Ademit alayhis salam deri në fund nuk ka mbi këtë dynjë sprovë më të madhe se sprova e Dajjallit. Domthon mohabeti është kaq serioz. Ka gjë e vërtetë dhe ka gjë e rëndë. Para kësaj është një tregim i cili na duhet për me ditë. Është tregimi i Safi ibn Sayyad. Ky ibn Sayyadi është një djalosh i cili ka qenë hebrej. Ka jetuar në Medinë para se marrë pejgamberi sa. Kur ka ardhur pejgamberi sa në Medinë, ka dëgjuar që është një far djali që ka gjë të cilësi që lidhet me Dajjallin. Prindi i tij u kanë domon hebrej, edhe pejgamberi sa kur kallzon se pejgamberi sa thot për Dajjallin unë e njeh ato më mirë sa ai që njeh veten. Kallzon pejgamberi sa që prindët e tij 30 vjet nuk kanë fëmijë. Prindët e Dajjallit, edhe kur lind ai veç dëm ju bën. Edhe tash kur lind ky Safi ibn Sayyad, lind i verbër njëri në sy, edhe tjetri në sy e ka të lodhën. Domthonjë ças me ato nuk shë mirë. Edhe një ditë pejgamberi sa më shë ato të lu me shokët e tij. Se hala djali i ri, edhe nalet edhe fol me to, i thot pejgamberi sa "Atashhad anni Rasulullah", thot a dëshmon që unë jam i dërguar i Allahut? Edhe tash ai thot po ti i dërguar i arabëve. Për shkak në farkënavie të rreshme që ka ai, edhe ja bën tash i përsërit fjalët e pejgamberit sa thotë e ti a dëshmon që unë jam i dërguar i Allahut? Edhe pejgamberi sa tash do më sprovu, po çato është bashkë me ta dhe Omer radhiyallahu anhu. Omer ka qenë shumë nervozohet.
Koqa shumë nervozohet edhe nxjerr shpatën, thot qysh po ofendon kështu pejgamberin sa. Pejgamberi sa në atë vakt burr shtetas. Mon koqa ofendimin ran për një njeri të tillë. Edhe pejgamberi sa thot ka dal. Ka dal se nëse ky është dëgjalli, ti s'mundesh me vrah këto. Pse s'mundesh me vrah? Se Allah xhelala ka caktuar që dëgjallin e vron Isa alayhis salam, po di hallë më nosh. E nëse nuk është dëgjalli, ti veç lodhesh kot edhe e myt një njeri pa drejt. Po për çata Omeri, shumë sahabi tjerë janë betu, ka thonë që dëgjalli është që ky Safi ibn Sayyad, edhe ka pas sahabive që ndek duke menuar që ky është dëgjalli. Tash pejgamberi sa i thot, çka ka më mrena, çka po më shefi? Çem tu menu? I thot duh. Do të thonë, ai është të dash me thonë duhan, po i nalet në gjysë duh. Pse? Se ky u kanë fallxhor, magjistar. Magjistarët mundohen përmes gjimëve tyne me marr lajme prej qiellit, me vjedh kapak. Po ata s'mundin i marrin për gjysmume. Për shkak se këta janë mashtrues, se lajmet e plota i marrin veç pejgamberët e Allahut. Domthon të plota edhe të pastërta i marrin veç pejgamberët. E këta mundohen me marr diçka të rrejshmit edhe marrin veç ato gjys. Edhe pejgamberi sa ihsa, len ta'du qadrak, thot çdo ka thot largose ti s'mundesh me kalu nivelin tën. Veç fallxhori e kurrë është puna jote. Mosanena e kupton pejgamberi sa që ky është veç thjesht një gënjeshtar dhe largohet prej tij. Pejgamberi sa domthon gjatë jetës i ka pas dy njerëz të afërm, e ka pas Abu Bekrin dhe Omerin. Omerin për shumë që është më i shtrënguar, domthon është më serioz, më i fuqishëm. E Abu Bekrin e ka pas anën tjetër, njëri më i butë, më i thjesht, i qetë, ka logjikuar shumë. Pse si një pushtetar i mirë i vjen pas dy polit për me kanë mes, se nëse shkon të shtrënguar shumë, atëherë bozullon, po nëse shkon të i liru shumë, atëherë kalshimet që cilat bëmakia i kushtojnë pushtetit të tij. Din këtë ditë pejgamberi sa nuk ka pas informacion që është sakt ky dëgjalli ajo. Nuk është hera por që pejgamberi alayhis salam nuk e din, nuk e din ç'është përfundimi. E kena rastin tjetër te Uthman ibn Mad'un radiallahu anhu, kur vdes edhe shkon te shtëpia e tij, që u kanë të bënu të ensart në të kohë. Edhe ajo sahabesha që është ato thot vallahi kjo është në xhenet. E thot pejgamberi sa wa ma yudriki annahu fil janna, thot e çish po ta merr me aty që shkon në xhenet. Thot wallahi ana rasulullah wa la adri ma yafalu bi. Thot unë i dërguar me Allahut nuk e di çfarë bëhet me mua. Se dhe çat vakt nuk e ka ditë pejgamberi sa as ky sigurt është në xhenet ajo. Taj më voni vjen shpalla që kjo është xhenet. Po domthon nuk është hera por që pejgamberi sa nuk e din informacion sakt. Urtësi Allah që mi lan pak me menu, mi lan pak me jetu, edhe që ata tash me dini lit jënë tut, kanë thonë që ky njeri s'prova me madh, është usill te na, jënë tut prej tij. Që ata në rast pejgamberi sa me bashortën e tij, ai është tut. Është tut për dëgjallit, ka thënë pejgamberi sa qetëso, ka thënë se nëse del dëgjalli unë jam këtu. Po nëse nuk jam unë këtu, atëherë kthehen te surja Kaf. Pëshin surja Kaf edhe dëgjalli ekstrem përmendë bashkë. Që ta domthon është mirë në herë tjetër me trajtu veç çet kontekst. Masi që vdes pejgamberi sa se drejt në çat moment nuk u ka musliman Ibn Sayyad. Masi vdes bëhet musliman. Shumë është interesant pse bëhet musliman masi vdes. Tash do ka thënë baba ka bëu Islami prej tutës, që mos më sulmua ata kështu më radh. Këto mas pare e ka hub domthon atë far pozitën për me kon sahabi. Pse se sahabi është kusht që me pa pejgamberin sa me taku edhe me besu. Ata cilët e kanë taku, se kanë besu, po kanë besu masanej, këty ne thojnë tabiri, lehu ru'ya, thojnë tabin, po e ka po pejgamberin sa, e do thojnë është muhadram, që ka jetuar njëjtën kohë me pejgamberin sa. Interesant është që Ibn Sayyad niset për një udhtim me karavan për Mekë. Bashkë me ta kanë kush Ebu Said el-Khudri. Kush është Ebu Said el-Khudri? Është transmetuesi i hadithit surës Kaf. Që thotë pejgamberi sa kush e lexon surën Kaf ditën e xhumë i bëhet dritë dhe në xhumë tjetër edhe i shtuan 3 ditë. Përshëndetje sa është interesant që lidhet? Tu shku atje, nalën gjystullës se shumë nxehtë. Edhe nalet në një hije e Ebu Saidi, kur është ardhur Ibn Sayyad për mulin nga tina. Edhe e ka një farë mos pëlqimin veten e tina, e thotë inshallah që të mulve. Edhe kur shkon afër tij, do multe ai i lën ato senet e tina. Edhe thotë Ebu Saidi thotë pse be po vjena, për sa nxehtë është, se e keni pa kur është nxehtë, edhe dikush që e rrug zhegut, ai reflekton edhe nxehtë, si vjen dikush afër teje, ta shton nxehtin. E thash çka dikur manena, tash që Ibn Sayyad e merr dhe qumsht, edhe do m'ia dhon. Thot Ibn Sayyid thot unë kisha çef me pi, po s'do isha më marr pi ti. Edhe nale tash që më shoh hallin e tina. Ulet e anis me anku, thot vallahi thot im ka du me myt veten.
I thot pse? Se thot kejt njerëz ma bojnë që i dëgjalli. Tash ata dietarë që kanë thonë që s'është dëgjalli, çfarë çon do të utje. Thot kejt ma bojnë që ti i dëgjalli. A ka thonë pejgamberi sa hadithe për cilësitë e dëgjallit, po ai nuk i kam shef për juve që jeni kont afërt. Domthonë nëse i kam shef, po thojnë aty në njerëzve thjesht, nuk i kam shef për juve që keni transmetuar shumë hadithe. Edhe thot, a ka thonë pejgamberi sa që dëgjalli është besimtar? Unë jam besimtar. A ka thonë pejgamberi sa që dëgjalli është farsosur, nuk shtohet, desi vetëm, unë i kam 2 djem. Bile, subhanallahu, 2 djem të tina janë edhe bën çaq devotshëm, saqë janë transmetues hadithe. Njëri prej tyre ka emrin Ammara, çaq shikoni devotshëm, saqë ka lënë shembulltyr mas tina. Yukhrijul hayya min al-mayit. Thot Allah xhalala, thot e nxjerr gjallin prej dektit. Ashtu kam sim për neve muslimanëve, që shpesh herë, domthon, edhe pse janë të uzuar kështu me radhë, ka herë prekupohen me diçka që s'është dorë tyne, thojnë, po fëmijët tonë devijojnë kështu me radhë. Jo, nëse ti merr sebepet që ato që i ka caktuar Allah xhalala, edhe mbështetesh te ai, billnila kemë pas sukses. Allah po nxjerr prej dektit, po nxjerr gjallë këtë. A pesheni? Do un një njeri që kërkon nuk e ka tullzum, pi bën shembulltyra. A çata mërmenja ku e lën Allah dikon që babën e nanën e ka tullzum në rrugën e drejtë. Çata muslimanë nuk do të dorëzu me vazhdu dhe me lut Allah xhalala për me jap sukses. Edhe vazhdon këtë thot, a ka thonë që pejgamberi selam dëgjalli nuk mundet me hin Mekën Medinë, e unë jam dal pi Medinës, jam ka shkën Mekë. E thashte po se i thot dashna më kërku falje. Po thash hajte vetë diçka. Tha tu fol, e bani që kjo Ibn Said dhe tha, unë e di ku është dëgjalli. Edhe i thash, e a kështë pas shef me kon aj, thot nëse më kush ofru, se kësha refuzu. E qëtë që të nëshesh që kjo kanë, dhe man faltor, kanë magjistar. Edhe thot, largoha, thot, edhe u ikë për tina e Busaidi. E përmen Abdullah ibn Umair, radiallahu anhu, një ditë të konë Medinë, edhe ka po, i ka thonë, o Ibn Said, thot, që kinë sy? Se një sy e gjathin e ka pas më shelt, edhe të majtin e ka pas me një copë mishi. I thot, që ki sy, thot? I thot, nuk e di. I thot, qysh nuk e di, thot, në krye ki, syrin nëse di që ki. Edhe nervozohet, edhe tash e prek me shkap Abdullah ibn Umair, ai nervozohet edhe fryhet shumë, edhe rritet, edhe ik pritin Abdullah ibn Umair, shkon te motra e tij te Hafsa, radiallahu anha, nana e besimtarëve. Edhe i thot ajo, thot, qysh më ja bani kështu, as e din që pejgamberi ka thonë që dëgjalli shfaqet çat herë kur nervozohet. Pse se në hadith pejgamberi ka thonë, dëgjalli nxjerret për zinxhirëve në çat moment që i vjen një far idhnimi i madh, një far nervoze e madhe, një far mllëfi i madh edhe i kput ata. Ka thonë pse ke provoku? Pse ke provoku? Është një problematik që kjo. Domthonë janë 2 grupe dietarëve që thonë, do thonë që kjo është dëgjalli, pse se çto që i përmendëm, thonë një kom për kohën. Esenca është në fund ai është ju besimtar. Në fund ai nuk mundet me hin Mekën Medinë. Po tani? Po ata që kanë thonë që s'është Ibn Said e përmendin një hadith tjetër. Hadithin e Tamimit Darit. Thot pejgamberi sa e ka dhënë këtë hadith Fatimah bint Qais. Fatimja bia Qaisit, thot një ditë na ka thirrë pejgamberi sa në xhami, ket ku shkon në Medinë. Edhe ju mbledh, edhe ka hyrë pejgamberi sa minber. Edhe ka thonë, më ka kallëzu mu Tamimit Dari. Këtë hadithe tjera është vetëm një hadith që pejgamberi sa transmeton për dikujna. Këtë hadithe tjera janë prej Fatimës, që ka thonë pejgamberi sa shembull, ose për Abdullah ibn Umairit që ka thonë pejgamberi sa. Që ky hadith është prej Fatimës, që ka thonë pejgamberi sa që e ka ni Tamimit Darin. Kjo ka hyrë shumë vlerën Tamimit. E ka hyrë shumë vlerën, domthonë është për aty në 4 njerëz që e ka bë, domthonë në hat me Koranin me natës. Edhe i thot pejgamberi sa Tamimit, hajde hyp edhe fol, çka ke pa. Thot unë jam kon krishter, Tamimi edhe i na ka me një grup pi 30 veta në anije. I na dal me anije për me udhtu dikon. Edhe tash dagte ma na kanë shtytë në ishull. E na nal ato për me pushu, për me marr vetë me riparu anijen. Kur po vjen gjithsesi, po vjen një gru e mbushur me flak. Domthon që sopaj ke kash për para dhe kash për mas. Edhe i tham, çka jeti? Thot unë jam gjessesja. Gjessese i bën shpiune. Kjo kanë shpiune dëgjallit. Edhe i thot, ajo thot, është një njeri i cili ka qef mi o taku juve. Edhe na merr thot, na çon tek ai personi. Thot kur shkojnë ato e pam një njeri të madh, të lidhur me zinxhir, thot prej fytit, e kish lidhur me zinxhir deri te këmbët. Edhe kur shkojnë ato, i thoin, kush jeni ju? I thot dëgjalli, kush jeni ju?
thot na jina filan fisteku, edhe ka dhënë komplet ngjarjen që ka ndodhur anije, që ka rrëzuar kështu me radhin rrok, derisa i thot e pam gjasasën e çështë na tha, edhe ja bën të pyetje Dejjalli, i thot e vetë për një lomë, e vetë për dosene, po e vetë në fund, thot, a shfaq pejgamberi analfabet? I tha, këta po. Thot, a ka ngadhnjë mi popullin e vetë? Thot, po, ngjarja është ndodhur viti 9 Hijri, domethënë pak para se me dej pejgamberi sa. Thot, a ka triumfua edhe i ka qelë syt. Është çudi si me habi, domethënë. Edhe i ka thonë, a e kam besu? Ka thonë, po. Thot, ma mirë është për ta me besu. Sadaqallahu kadhub, ka thonë vërtetën edhe pse është rëndë. Ka thonë vërtetën edhe pse është rëndë, sikurse atë hadithi e Abu Hurajrës, domethënë që kanë thënë shejtani të vidh. Edhe i tha në fund kushit e thot jam Mesih Dejjal. Thot unë jam Dejjalli. Edhe ky shfaq domethënë pas një idhnimi që e godet. Dejjalli është një burr për bijve të Ademit. Nuk është domethënë krijesë tjetër, është njeri, është i shkurt po shumë i gjanë. Kamt tek gjojt i ka si të thym, domethënë është dëmtim fizionomi, edhe nuk mundet me ecë më mirë. Synin e djathtë e ka të mshelun. Domethënë as nuk e ka të qitun kështu jashtë, as nuk e ka grapost. Domethënë e ka të rrafsht. E syrin e majt e ka të mshelun, po pak she, po e ka një copë mishi poshtë tina. Ballin e ka shumë gjanë, flokët i ka kaçurrela, edhe i ka të egra shpeshta që ashtu që ka dhe veten e vet që është si njëri egër. Edhe thot në ball pejgamberi sa i shkruan kafara. Kafir. Domethënë ishte një besimtar, thot e lexon ai që dhe me lexu edhe ai që s'di me lexu. Ko me kuptu? Se nuk është punë e syve këtë ma, këtë është punë zemre. E shte këto besimtari edhe kupton që pistina du të me ikë. Ai mundohet me hi Mekën, Medinë, sa herët mundohet me hi në zirët jashtë. Që ta në ditë ka arë pejgamberi sa e përmend thot Dejjalli me ushtrin e vet e këshyre thot e këshyre Medinën pi largut edhe është tu po dritë, jo është sot çu do këtë Medinë e pejgamberit sa, domethënë është këtë bordh. Edhe ka thonë që kjo është hadhihi qasru Ahmed, ka thonë që kjo është pallati Ahmedit. Sa artën të muhi e përzani për aty që me laçet. Edhe pejgamberi sa kur ka minber e ka rrej ka thonë hadhihi tayyiba, ka thonë që kjo është çaj qyteti që s'mund me hi. Që kjo është e mira, që kjo është ky veni bekum. Edhe e ka nderuar Allahu xhela këtë qytet. Pejgamberi sa ka thënë që Mesih Dejjal thot krejt tokën e shëtit me në 4 ditëve. Mesih, çfarë do të thonë Mesih? I ka dy kuptime. Mesih është kur dikush e bën mes, e përfshin këtë tokën. Shembull, na kena të mes mi çrap ose mi kam që javë. Quhet mes pse se i bën për mi. Që çto ka thonë dietar, është për qëllim për shkak se i bën komplet tokës për mi. S'lem vën pa hi, domon s'lem katun pa hi, e limo për qytete. Edhe tjetra mes pse Mesih me mësuhul ajn, thot se ka synin e mshelt. Ma edhe ka synin e bllokum. Domthon gjithë tokën e shëtit për 4 ditë, dita e parë thot pejgamberi sa më është sa një vjet, dita e dytë sa një muaj, dita e tretë sa një javë, e ditët e tjera janë si ditët e juve, e kështu në bregën e shokut pejgamberit thonë, e çush do të më falin, çat ditë që është sa një vjet, thot e matni sikurse që jeni kanë mirë. Kur jeni kanë qetësi çështë e matni tash kohën. Tash nuk perëndon dielli domthon sa një vit, për një ditë nuk perëndon sikurse me kanë e gat një vit. Pejgamberi sa thot anet me një shpejtësi të madhe, sikurse shiu që fryn erë. E ke po kur bjen shi i madh e kur të fryn era që shkon shpejt, ç'është edhe ky lëviz në për to. Dejjal çdo më Dejjala është prej asaj që është e mbështjellur diçka. Ky e mbështjell vërtet domthon me rën. Mundohet me mashtru besimtarët. Sprova më e madhe pse Dejjalli për shkak se ky pretendon më të madh, thotë një pejgamber, unë taj thotë edhe jam Zot. Domthon për shkak se sa më e madhe gënjeshtra, nëse një njeri beson që gënjeshtra çaj kushton, i kushton me xhenem. Çdo pejgamber ka thënë pas me dalin Dejjall tjerë, pse se pretendojnë që janë pejgamber, domthon mundohen me mshif, domthon të vërtetën, pejgamberi nuk i jepet gjithkujt, tash me këta me rën. Çata edhe Ibn Sayyad është Dejjall për Dejjallit kanë thënë. Është Dejjall për Dejjallit, pse se shka ditë që ka dhënë i temi me derit, ka thënë që tjetërkon është Dejjalli. Na për shumë, gjithë domthon janë ato prit. Krishterët e prisin atë shpëtimtarin e tyre. Hebrejt po ashtu, ata dikush e pret Dejjallin, na e presim kanë Isa alayhis salam. Fantadhiru inna muntadhirun. Pritni edhe ju na po presim. Dikush që më doli vërtet fund. Ta në presin i përfundim. E na e presim Isa alayhis salam. Isa alayhis salam del, edhe zbret i kapën në kratë me lagjës. Zbret edhe të bebu Lut,
ato të një derë e takon Dejjallin. Edhe kur e shet Dejjalli për i largut, veç se nis mu shkri. Edhe shkron Isa alayhis salam, e godet edhe e vret. Është sprovë veron, sprova e tij është se është mashtrimi. Edhe tjetra që Allah xhelala ja mundson disa sene me bë, veç për mu dit kush është i vërteti kush jo. Nëse i shkon gjithmonë begatia, gjithmonë mirësia, nuk ish dit kush është domthon sabërli, kush është njëri që s'bën sabër, kështu me radhë. Tash Allah xhelala po dëmi pa kush janë besimtarët e vërtet kush jo. Ai e din, po don që mos më lan aty në njerëzve rrugë të zgjidhë që më thon Allah, ta ke bë pa drejt se na e kishim bë kështu. Jo, i ran provim e bash me shtet. E pejgamberi sa thot Dejjalli nxjerr thesaret të tokës, i nxjerr bën shumë çuditëra. Thot ja ofron besimtarëve lumin e zjarrit. Veç shkon sa e madhe është kjo, çfarë mësime ka pejgamberi. Thot ja ofron besimtarëve lumin e zjarrit, le të pinë, veç le të ulin kryt e le të pinë. Se ai është i ftoftë, po ju duket i zjarrit. E ka njëri pak mendje lehtë veç e përkufizon çto. Po pejgamberi ta ka jap një mësim për të njëjtën. Shpesh herë do sene duken ty të illta, do interese, do kështu më radh, thu, mo vakia çto s'ma qet mu. Çi kjo është e shtrejt, çi kjo është ndryshe, tash orku ndryshe, po thot pejgamberi, o le ti kryt e bëne se po vakia ty duket e illt, po në fund ka më dalë freskët, ka më dalë mirë. A kuptu? Çështë do të më bëj besimtari. Ka thonë Allah për një punë, e ul ti kryt e bën. Po më duket keq pse kështu. Ka më dalë në fund çik mirë ka. E kundërta Dejjallit çish është, ato xhenetet e tina janë zjarr të Allah xhelala. Bileni djali i ri besimtar ngritet kam, edhe kjo është shumë e madhe. Thot ngritet, edhe i thot ky Dejjalli a beson që jam Zot? I thot jo. Dhe shikon në fars prove. E merr edhe ndon dy pjesë. Edhe mas saj e bashkon. Me lejen Allah xhelala. Edhe i thot a beson tash që jam Zot? I thot veç ma ke shtu besimin që ti si Zot. Se që shtu ka thonë pejgamberi son, ko me bo edhe e dita që ti si. Edhe ik prej tina. A kish mujt me bo që të fjallë, me thonë që të fjallë, nëse si kish ditë hadithet të pejgamberi son, kë njeri? A peshe një kohë qilë si vëzërdasho. Njohi Allah të dhe sunetit të pejgamberi son. Nëse i nje, pështo njeri, po nëse si nje, s'ki argument, a peshe të rinjallë, qysh po dëmje lidhë krypë saj pune. Dija është me sunetin pejgamberi son. Shpëtimi është për mes ty në dy burimeve. Që ata kush i nje, i perfeksionon, nuk e roknin këto sprovat hera. Se kur të njëti Allah në gjelala qysh është, e din që lej se kemi thlihi shej, më hësë se mirë besir, nuk është si kërkush nuk është si Allah në gjelala. E aje është i cili i shet gjithat edhe i din gjithat, edhe dëgjën gjithë shka. Tash kjo ketë arrijet me dije, kësh pëtim për arika me dije, që ato prej sot ti du të me investu në rrethin të familjen tane, në kuën tane, që në fund me dalë shpëtu. Se përket kësaj teme, kjo është shumë e gjanë, edhe ja vlen mu trajtu, domethënë më gjithësisht tek shenjat e Kiametit, por ndoshta veç me lidh aspektin e surës Kehf. Allah di mas mirë, po pse përmendet surja Kehf çdo xhumë më lexu? Se kena fillim ashabul Kehfi, ata djelmoshat e shpellës, është fitnja e shkafit, fitnja që ju ka ardhur aty në më vonë që e morin gjallë, domethënë këta janë vdek 300 vjet. Fitja në fe. Masnina është fitja pasuri, ai pronori dy kushte. Masnina është te Musa dhe Khidr alayhim salam, sprova çka? Sprova diturisë, edhe katërta Dhul-Qarneni, sprova me pushtet ose ndim. Dejjalli kur vjen këtu i merr me veti. I ka përmbledhur këto katër sprova. Domthonë e ka sprovën, me sprovu njerëz të fe, e për sprovën pasuri, janë nxjerrë thesaret të tokës. Masanina e ka sprovën me dije, ju kallzon njerëz kështu me radhë, edhe masanina e ka sprovën pushtetit. Domthonë Allah xhelala jam mëson më në shtu krejt. Po në fund des për kujna des për Isës e sa. Se e ka caktuar Allah këtë punë që shtu ka me ndodhë. Allah në rrëj për kësaj sprove, por nëse në sprovën, e kam për aty në që janë besimtar e dalin nga dhënjëmtar, Allah është për lejtë për dëgjimin, o sallallahu wa sallam, o barika në Muhammed.